begun. And so this is Christmas. I hope you have fun. The near and the Hello, friends! So, this is Christmas in November. Ja pra dangalan edhe po vazhdojmë video tona, kjo është videoja e 7 e november dhe dangalan ne po hym edhe tek festat e fundvitit, Christmas dhe New Year. Kështu që të shohim se si do t'ja bëjmë, çfarë do t'ja bëjmë edhe në dhjetor. Dhe të shohim kështu diçka për me bo dhe qa po bojmë, edhe pse kemi Krishtin në november, kështu diçka dekoracion kemi ndryshu, po marrim, po lojmë, i kom qitë këtu të Thanksgiving, pastaj pi largoj dhe piqës për festat e fundvitit. Pa unë për ko pra të shohim se qa po bojmë edhe sot, api ju pëlqen edhe sot videoja e 7. Se si është koha sot, e vranët me shi dhe me vërshime. Me të vërtet ka pas vërshime të ndryshme sot në për Kosovë, kështu që unë jam këtu dhe po bëna gati, nuk e di akoma me shku në shkollë apo jo, por që jam bërë gati edhe të shohim se si pja bëjmë me apo nuk po vjen shumë shi për momentin, po shkon. I kam ly në boost, nuk e di apo shihni me këtë këtu nga Aloha lips, sepse me janë qa boost kështu, dhe me thonë shumë pëmpohëm tani pse është zërë fall edhe vjeshta dhe po. Kështu që duna me pagu një liber 5 euro, kështu që i kom bu gati për shkollë medicinat këtu dhe për shkoj pi një qaj tani me kamomile për shkak të fytit dhe barkut që po mdhem. I kom bu gati këtu parfimat dhe si dhe qadrën. Si dhe sot përveshi këtë bluzën këtu dhe pantollat dhe përfuni këtu, sepse me të vërtet është kollë jashtë ftoft edhe kështu që kjo e pra këtë të gjitha që i këmë gati. Tani, po du me ndru këto, me largu këto, për momenti bile pi largujmë këto kështët, edhe se po du me marrën, me qitën një snowman aty, si dhe këto peqojmë atje. Kërse këto dyja po i lumë, pastaj e bim aty një Santa snowman, dhe më thënë si ato që janë këtu e bim një tjetër këtu, sepse më këto lullet nuk po më vitën dhe dita për ditës po shkojmë edhe po i bëm, po për momentin këtu po i lu qëtu, dhe më thënë këto e këmi pru këtu nalt dhe këtu po i lu qëtu, sporim, kështët, po, dhe më thëmë pilon njëherë qyshtët, e pastaj e shohim se që po bojmë me këtu. Dhe, këtu lullet i kemi largu, krejt të gjitha nuk ka mu lulle as këtu, dhe as këtu, dhe më thënë janë vetëm këtu dy si vazën e këtu të bukura, kurse poshtë nuk ka asgjë. Ja ku jemi i këtu brenda, dhe ja ku janë disa gjana për festat e fund vitit, kurse qëtu, këpucat i largojmë, janë këto, shiko, është kjo, unë po du me nëzirë një tjetër, duket është edhe një me të kuqe, nuk veti ku është aja me të kuqe, ja ku është edhe këto, shiko, është këtu me të kuqe dhe ka këtu, dhe më thënë qëta pe marim, dhe më thënë kështu, e këtu tjera të pilojnë këtu. Ndo një dit tjetër do të amën edhe këtë bredhen që është, edhe gjana tjera këtu, dhe më thënë shiko të amën për festat e fundvitit këtu, edhe këtu. Ja ku e kemi Santa Claus, gjithmonë po thëmë Santa Claus, Snowman, as you would thought, Merry Christmas. Dhe po ja largojmë këtu për me regullu me këto kështët të shohim. Ja ku e kemi edhe Santa Snowman këtu dhe tani po e vendosim edhe këtu në këtë snowman këtu taman për me ndajt bukur kështët. Shiko se sa bukur poren, fantastike këtu të gjitha snowman
Taman një tjetër dekoracion sot e kemi bu, kështu që këtu po i ruim edhe po i vendosim poshtë me kjo maqina më ka pështu që është për këtu largimin e këtyre këtu. Si edhe lulet po i vendos poshtë. Ja ku i kemi edhe lulet i pruna këtu dhe po i vendosën këtë pjesën këtu kështu në trinë që të ma bukur se mos të nxojnë vend atje. Si dhe ja ku është edhe kjo për mi rujt për vitin tjetër, për mi vendos derisa të nqesim në këtë letrën. Kështu është. Ja ku janë edhe këto dy tjera që ju kallëzova. Kjo e ka vetëm luljet i kanë rënë, nuk e di ku i ka rënë lulja, kurse kjo tjetra është tamam e mirë me këtë lulën këtu, e shohim se ku do t'i vendosim edhe këto dyja këtu. Tani e kemi vendos ujin për me bu qajin tim, dhe me thonë me kamomile frençel, se po më ndimon shumë për bark, kurse ne akoma po i përdori këto gota, por që mundemi tani mi përdor edhe këtë gotë, unë kam edhe këtë gotë me Santa Claus tani dhe me Snowman edhe me Snow këtu, shikoj se sa e bukur është, një kom tregu edhe vjetë edhe si vjetë do t'ju tregoj për Christmas Home Tour, po unë e kam edhe këto tani që edhe do ditë do t'a nxjerrë që ka qenë gota ime vjetë edhe me këtë Snowman këtu edhe për ta përdore këtu, po akoma këtu nuk pe përdore sepse akoma është November, është Thanksgiving dhe kështu që si dhe sot na kanë dhurat nga London, gift preza, Tower Bridge, shiko se sa e bukur është edhe kjo për me vendos këtu në, shiko sa e mirë dhe kemi vendos këtu dhe kemi bu shumë gjana këtu kështu, tamam për Thanksgiving dhe për gjitha shtetet e kemi këtu. Dhe që tu e kam një kravat që e kam pru për dhurat, shiko se sa e bukur, sa e mirë, një dhurat e bukur, një kravat, taman kështu shiko, shumë super edhe si kadife ose qa kjo, nuk po muj me dit, por shumë e mirë është dhurat nga Londra. Ja dhe dreka për sot me të mil të kalamajt dhe me pure. Shumë vetëm një pjesë është të hëngër, edhe shiko se sa mirë është bë. Kësa ka mujtë me qitë edhe kos për mi, po kësa radhe nuk i ka qitë, kështë që super është bë dhe e mirë dhe e këndshme. Se tani kam fillu vetëm sportet dimrore, tani me borë, me snow dhe fantastike, kështë që unë jo më ndru, se kesh me ato ma stov dyqysh veç me një, kështë që e ndrova këto e visha edhe këto ma bukër, edhe po shikoj këtu sportin dimror, dhe me thonë me skia, dhe shumë bukër është kjo, edhe nuk po di a me ndryshu këto. Nuk po di këto a me largu edhe me qitë një snowman këtu, tani të shohim edhe pse këtu është kjo, po këto nuk po guxoj me lon këtu këtë candle, tamam për Christmas, po të këqyrim se si pja bojmë me këto me ndryshu me largu këto edhe me qitë një snowman. Jam këtu me këtu fijokat këtu, me këtë fijokën të cilën po du me lëshu për këtu gjanat mbushjet e telefonit për milion këtu ma bukur. Këtu disa kaseta të vjetra të cilët nuk jo mbaj disa lojna edhe ma tjetër që nuk po banë. Po du m'ju kallëzu edhe njëherë fshatin me dëbor, dhe me thonë një fshat i vogël vetëm me një shtëpi. Si vjetë duna me ple akoma shtëpia për me bo një fshat më të madhe. So this is Christmas and Happy New Year. Këtë javë në vi, shka e nxera edhe këta tani, për me vendos aty poshtë në dhomën e ditës për me largu atë, të më të nxera këto, që nuk e ka lullën, që to i ka ra lullja dikun, po edhe që kjo pamje shumë e mirë, një Snow Village e vogël, kështë, me mujtë me bu edhe une. Nxera edhe këtë tjetërën të bëj kaftën, edhe, që se si kanë ra këtu, të gjitha i kanë rë, kështu për që të këtu po këput kanë, edhe pastaj por i kanë shiko sa keq. Këto do t'a lo njëherë nuk do t'a vendos, nuk do t'a hap, kështu e këto do t'a lo. Këto do më thënë këtu vetëm, shiko i kanë bit vetëm kjo këtu. Nejse edhe nëse largohet, s'ka problem, kështu janë të bukura, dhe në këto e largova, vetëm këto nuk do t'a hik me këto kështu. Shiko edhe njëherë për kalzoj këtë
me që kemi Christmas in November, dritat kështu dhe shumë bukur. Si dhe ja ku e kom lënë këtu një herë për me ndajt këtu dhe të shohim ku do ta përdorim, edhe pse unë doja të përdorja në korridor nalt, po të shohim. Edhe atjetër më shkojmë peqesim poshtë pastaj. Ja dhe pumpkin. Këtu të cilë dojmë me pjek, edhe shka se sa e mirë. Kështu këto që kom të regu, kështu që kanë qenë dhe të në tani po i bëm për minga. Ja ku e kam këtu, e që e kam pru nga Londra, si dhurat e një shishe kështu, taman është plastik e fort për me pi, dhe më thënë me këtë kafën këtu, kjo kafja e njoftne këtu, dhe shiko Starbucks, se kjo kafja, e të kësiko që të ishën shumë interesant, ku kanë drink, custom, milk, syrup, shots, shumë gjona të tjera, shumë të shtapele se kjeshve, shumë super, shumë e bukur, të më thëmë me pi këtu, edhe me hapën, edhe këtë pas ka një vrim, edhe shumë super, kjo shishje e mirë edhe e fort. Me ndryshu tani edhe këto këtu, do të me qitë këto këtu, me largu, edhe pse mu u po mjaft, dhe po du me vendos këtë snowman këtu, taman pak me vendos edhe për festat e fund vitit, për 9 orë këto, kurse këto mu pe largojim edhe pe vendosim atje ku i ka vendin, kështu që, ja pra kjo ishte sa i përket, më thënë edhe kjo këtu ka ardhën, edhe tamam për festat e fund vitit, vetëm ka mbetën edhe këtu gjika pa i largu, si dhe këtu pa i largu disa dekoracione. Kështu që ja ku jam këtu, nuk e di si jam, po përfundojmë me kaq videon dhe të shohim apo ju pëlqen apo ju mu taku edhe me videot e tjera. Nuk e di se më zjam me pijama natën është. Kjo është ajo, edhe çka po bëjmë, edhe si po ja bëjmë. Shpresoj që ju ka pëlqy, edhe dal nga dal, nuk po bëjmë dekoracion të madh për një herë, po ndonjë dekoracion të vogël, ndonjë snowman, ndonjë gjë kështu për me largu me ventus, edhe derisa të vim te adventet, pastaj për advente edhe rregullojmë shumë bukur edhe shumë mirë. Kështu që si vjet për festat e fund vitit, dua të pulej shtëpi, më tepër për me bo një snow village më të madh. Gjithë ju që i keni pëlqyer videot e mia, bëni like edhe bëni subscribe për me pa të gjitha videot e mia në kanalin tim në Alexander Video. Kjo është videoja 7 e november dhe akoma nuk po di sa do t'i bëjmë, kështu që po vazhdojmë 2-3 ditë e të shohim se si do t'ja bëjmë për december, vlogcember, a do t'ja bëjmë, a nuk do t'ja bëjmë, nuk e di. Kështu që ju përshëndes tung dhe shihemi nesër, shihemi kur të shihemi nesër, nuk e di pse po tha. The new one just begun, and so this is Christmas. I hope you have fun. The new